Nuk do të bëjmë pazar me territorit as Kosovës as Shqipërisë. Fatkeqësisht globalistët bëjnë pazare me territorin. Kjo është ekstrem i madh, kjo është prishja e ekuilibrave, kjo është prishja e balancave dhe pastaj krijon pakënaqësi deri edhe revolta. Ajo që ndodhi në Hungari ditën e djeshme ishte pasojë pikërisht e prishjes balancave. U prishën balancat në funksion të nacionalizmit ekstrem. Edhe nacionalizmi ekstrem e dëmton idenë kombëtare, e dëmton nacionalizmi do të jetë mbrojtës. Ajo që përmena vazhdimisht patriotizëm. Po patriotizëm ama, jo patriotizëm fals. Shkruante një profesor doktor dhe replikonte me shkrimin tim mbi bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë dhe thoshte këto që thot profesor Bytyqi për pengesat ndërkombëtare për bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë janë prallë, thoshte. Ne kemi të drejtën të bashkohemi dhe nuk mund të na ndaloj askush. Profesor doktor. Një profesor doktor tjetër në Durrës doli përpara studentëve dhe thoshte që nesër Kosova ka të drejtë bashkohet me Shqipërinë. Unë i lutem Zotit ketë sa më pak profesor të tillë që gjykojnë me patetizëm dhe me folklorizëm dhe jo me logjikën e fakteve, me logjikën e ngjarjeve, me logjikën e mendjes dhe nuk janë racional. Të qenit racional i bën mirë, është e shëndetshme për veten, por edhe për kombin, për atë dheun, për vendin. Të qenit jo racional, pastaj është edhe ekstremi këtej, edhe ekstremi tjetër që kërkon një qeveri të përbotshme, po jo një qeveri kombëtare, janë ekstremet të cilat prishin balancat dhe ekuilibrat. Nuk janë racionale, nuk janë logjike. Dhe Immanuel Kant disa herë thot, çdo gjë që nuk është logjike, nuk është e drejtë, nuk është e ligjshme. Nuk duhet bëhet ligj madje. Asnjë shtet dhe asnjë vend nuk duhet bëjë ligje nëse ligji nuk bazohet tek logjika dhe racionale. E njëjta gjë është me qëndrimet politike, me gjithçka tjetër. Profesor, ju tha që Kosovën falë Zotit e rifituam. Po me shqiptarët e Maqedonisë tani, aty është ndoshta ajo vatra që po zihen më shumë akoma vazhdon diskutohet çështja e gjuhës. Një ping-pong nga kryeministri Mickovski. Maqedonia kam përshtypjen se nuk do të ekzistojë. Por për mua nuk është lajm i mirë. Sepse dhe në pyetje qendrat e mëdha shqiptare, çfarë do bëhet me Shqipin? Deri në vitin 65, ndoshta në 70-ën Shqipi ka qenë 60-70% i banuar me shqiptarë. Sot është diku te 40%. Për shkak të tërmetit në vitet 60, u bën gjithçka u rrafshua nga tërmeti, u bë gjithçka e re dhe në pallatet që u ndërtuan hyn maqedonësit dhe përmbysën strukturën e popullsisë së qytetit. Po, a ka kuptim shqiptaria pa Shqipin? Prandaj jam kundër idesë së shpërbërjes së Maqedonisë. Sepse mu nuk më trem fakti që Mickovski thot do ta bëj apo s'do ta bëj provimin e jurisprudencës në Shqip apo në Maqedonisë. Kjo është sigurisht nuk është sebepi, nuk është shkaku themelor i protestave studentëve. Atyre ka ardhur më të hunës, jam shumë i sigurt, nga shumë provokimet të palës maqedonëse. Por maqedonësit janë besimtarë. Unë mendoj që ata e dinë se çdo të thotë durim. Nëse do të duhet durim për të arritur në fitore, ky durim i takon shqiptarëve të Maqedonisë.
po edhe kompaktësi, unitet, dhe jo kur bëhen zgjedhjet të votojnë partitë maqedonëse, po të votojnë partitë shqiptare. Si vendos ka rëndësi? Siç ka ndodhur, për shembull, kanë votuar paktën 10%, 15 a 20% e shqiptarëve kanë votuar Zaevin para disa vitesh, sepse e shihnin miqësinë e kryeministit tonë me Zaevin, edhe thoshin po, kjo është me ne. Le të jetë me ne, le të jetë me ty. Ti duhet të japësh fuqi vetes tënde, partive politike që të përfaqësojnë ty, shqiptare. Jo, nuk shtrohet çështja ta urresh maqedonësin. Nuk shtrohet çështja ta luftosh. Thjesht të respektosh veten, të duash veten. Ky është thelbi i qëndrimit që duhet të mbajnë shqiptarët e Maqedonisë për mendimin tim. Lajmi se Maqedonia e Veriut do të shpërbohet, dhe çka ka shumë gjasa të ndodhi, me formatimin e ri të rendit botëror, për mua është një lajm jo i mirë për shkak se territoret e përcaktuara si territoret shqiptare tashmë dihen, madje qeveritë të ndryshme maqedonëse dhe politikanë të Maqedonisë kanë tentuar disa herë dhe kanë folur për një federalizim të Maqedonisë Veriut, domethënë që të vinë kufi territorial midis maqedonësve dhe shqiptarëve, dhe vendosja e kufive territorial pastaj në çdo rast shkputje do të ishte respektimi atyre kufive në shkputje, që do të thotë çdo territor ku shumicë janë maqedonësit i takon Maqedonisë. Çdo territor ku shumicë janë shqiptarët i takon, dhe Orin harroje, ndoshta edhe Strugën, harroj Manastirin po, harroj dhe Shkupin, Kumanovën dhe kush mbetet. Mickovci tha dhe Kërçova është me shumicë. Edhe Kërçova është e diskutueshme, por besoj që është me shumicë shqiptare, jo, por mbetet Tetova, mbetet Gosivari, mbetet Dibra e Madhe, edhe Marefini. Pse? Këto janë territore shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Për këto territore ne i kishim marrë në vitin 90, 92, 93, 95. O ne, o Kosova në 99. Domethënë, se ndoshta ata duan të shkojnë bën shtet në Kosovë, jo në Shqipëri. Në fakt më afër edhe lidhje Krushia, Misia, edhe lidhje dhe marrëdhënie historinë 100 vjeçare të fundit e kanë me njëri tjetrin, ata nuk e kanë me ne. Pas një diskutim, siç nuk e ka Kosova, sepse kanë qenë me kufi drastik midis dy vendeve. Por nuk ka rëndësi pastaj, por është problemi se më shumë se gjysma e territoreve shqiptare në Maqedoni metëm në sundimin dhe sovranitetin e maqedonësve. Dhe kjo nuk duhet ndodhi. Nëse durojnë, nëse japin vetes kohë, nëse ndërtojnë politika të qëndrueshme për të bashkëjetuar me maqedonësit, nuk ka rëndësi shkputën ose jo, qoftë edhe për asnjëherë, e rëndësishme është se ata bëhen populli dominant në Maqedoni. Nëse nuk shkputën, ata dominojnë shtetin e Maqedonisë. Do vi dita do të krijojnë shtetin, do të krijojnë qeveritë e Maqedonës. Sigurisht do ta ndajnë pushtetin me maqedonasit, por gjithsesi do jenë këta violina e parë. Nuk them tani, po për 20 vjet, ndoshta maksimumi 30 vjet. Kjo ndodh, sepse ritmet e shtimit popullsisë te popullsia shqiptare në Maqedoni janë 10 fish më shumë se sa tek maqedonësit. Në këtë aspekt them që duhet durim, nuk e di. Nuk ajo protestë që nuk duhet të i kalohet, duhet sigurisht të bëhet presion që të bëhen provimet në gjuhën shqipe dhe çdo tjetër në gjuhën shqipe, por për këtë kanë detyrim edhe politikanët, deputetët. Vërtet janë më pak se deputetët maqedonas, por nuk në të drejtën nuk vendos gjithmonë shumica, vendos edhe pakica. E imponon. Mundet që të dalin me një kërkesë absolute. Unë nuk e di Ali Ahmeti kur bëri gjithë atë luftë në vitin 2001, pse nuk këmbguli në atë formulë që ka sot Kosova,
që kushtetuta dhe ligjet themelore të ndryshohen edhe me 2/3 e votave të deputetëve shqiptarë. Pse të mos ndodhi kjo? Kjo do të ishte ajo fitoria më e madhe për shqiptarët e Maqedonisë. Dhe nëse ndodh kjo, atëherë ti e bllokon për diçka tjetër ndryshim kushtetuesate dhe i kërkon, "Okej, dakor, ta japim këtë votë, por do bëjmë edhe këtë ndryshim tjetër dhe ma jep ti këtë votë." Dhe bëhen kompromise. Dhe përfiton, e detyron në mënyrë legale të ligjshme, e detyron shumicën të votojë për interesat e tua. Unë nuk e di pse nuk e kërkojnë dhe pse nuk bëjnë presion që kjo të ndodhi.